Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Farat e pjeprit bëjnë mrekulli kur ta kuptoni se çfarë fuqie ka nuk do t'i hidhni kurrë. Kur shijojmë një fet pjepri me lëng në një ditë të nxehtë vere gjithmonë, ne ja anashkalojmë farat e vogla brenda tij. Shumica prej nesh I hedhin poshtë pa u menduar, por këto fara modeste janë të mbushura me përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore që ju ndoshta nuk do dëshironi t'i humbisnit. Përfitimet shëndetësore të farave të pjeprit. Veti anti-inflamatore. Farat e pjeprit janë të njohura për aftësinë e tyre për të reduktuar inflamacionin, duke I bërë ato një ilaç natyral për sëmundje si artriti dhe sëmundje kronike inflamatore. Gjithashtu, pastrimi I veshkave dhe I mëlçisë, këto fara veprojnë si një diuretik natyral duke nxitur eliminimin e toksinave dhe veshkat dhe mëlçin. Konsumimi I rregullt mundet gjithashtu që të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka dhe gjithashtu të mbështesë shëndetin e përgjithshëm të mëlçisë, përmirësim të funksionit njohës. Magnezi dhe zinku dhe farat e pjeprit janë thelbësore për shëndetin e trurit duke përmirësuar kujtesën dhe gjithashtu funksionet njohëse. Nga ana tjetër, ai ofron lehtësim për nga pagjumësia. Triptofani, një aminoacid në farat e pjeprit, gjithashtu ndihmon edhe në zbutjen e depresionit dhe promovon një gjumë sa më të mirë duke rritur kështu edhe nivelet e serotoninës. Nga ana tjetër, ai ofron ndihmë edhe në aparatin tuaj të frymëmarrjes. Farat e pjeprit munden që të ndihmojnë në nxjerrjen e mukusit nga trakti respirator dhe gjithashtu ato bëjnë të mundur largimin e kollës kronike ose infeksionet e frymëmarrjes. Luftoni gjithashtu infeksionet e traktit tuaj urinar dhe nga ana tjetër do ju ndihmojë edhe në qetësimin e inflamacioneve të fshikësës urinare. Pjepri është një ndër frutat më të mira në këtë ditë të ngrohta vere, I ëmbël, I freskët dhe gjithashtu tepër I shijshëm. Pjepri duhet të jetë patjetër në listën e frutave që duhen bler këtë verë. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminave dhe mineraleve mundet të konsiderohet si minjerari. Për të përfituar më së miri nga vlerat e larta dhe ushqyese të këtij fruti, preferohet gjithashtu që të konsumohet brenda muajve prill-gusht që njihet edhe si sezoni I këtij fruti. Ndaj dhe në këtë video ne do të përmendim përfitimet shëndetësore të cilat merren pikërisht prej konsumimit të pjeprit. Mbron zemrën. Një antikoagulant I quajtur adenozin I pranishëm te pjepri munden që të ndalojnë piksen e gjakut të qelizave që shkakton goditje ose sëmundje të zemrës. Pjepri ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës duke holluar gjakun në trup. Përveç kësaj, përmbajtja e lartë të ujit në pjepër ofron një efekt qetësues I cili ndihmon në lehtësimin e aciditetit në stomak. Mbron veshkat. Vetitë e shkëlqyera të pjeprit janë të dobishme në shërimin e sëmundjeve të zemrave. Konsumimi I rregullt I pjeprit çdo ditë në mëngjes ndihmon në shërimin dhe në ruajtjen e shëndetit të veshkave. Ndihmon tretjen. Nëse keni probleme me tretjen, mund të provoni të hani pjepër për të lehtësuar lëvizjen e ushqimeve nga aparati I tretës, zorrëve drejt jashtëqitjes. Përmbajtja e lartë e ujit e pjeprit është një veti e shkëlqyer për sa I takon tretjes, pasi ajo ndihmon me jashtëqitjen, ndërsa përmbajtja e lartë e mineraleve gjithashtu eliminon edhe aciditetin që shpesh shkakton vështirësi në tretje, veçanërisht në stomak. Jep energji. Shumica e pjeprave gjithashtu përmbajnë vitaminën B, të cilat përbëjnë pjesën më të madhe të prodhimit të energjisë në trupin tuaj. Vitamina B kërkohet nga trupi juaj
për të përpunuar gjithashtu sheqernat dhe karbohidratet. Ndaj dhe konsumimi i pjeprit gjithashtu nga ana tjetër mundet që t'ju jap juve një energji të konsiderueshme. Humbje peshe. Ashtu si shumica e frutave të tjera, pjeprat janë gjithashtu ideal për rënien nga pesha. Këto fruta janë gjithashtu të larta në vlera të ulta natriumi dhe gjithashtu kalorish, po kështu pa yndyrë dhe kolesterol. Përmbajtja e lartë e ujit mundet që t'ju ndihmojë ju për të pasur një shëndet më të gjatë, ndërsa ëmbëlsira natyrale ulë gjithashtu fërkimet tuaja për ushqime me sheqer dhe ëmbëlsira me kalori të larta. Lëkurë e shëndetshme. Një nga vlerat kryesore të kësaj të pjeprit është përmbajtja e lartë e kolagjenit dhe gjithashtu ajo ruan integritetin e strukturës së qelisës në të gjitha indet lidhëse, duke përfshirë edhe lëkurën. Gjithashtu ajo përshpejton edhe shërimin e plagëve dhe ruan gjithashtu qëndrueshmërinë e lëkurës. Konsumimi i rregullt i pjeprit është i dobishëm edhe për ata të cilët kanë lëkurë të thatë. Kundërplakjes. Me konsumimin e pjeprit, ju gjithashtu do të tonifikoni lëkurën tuaj dhe gjithashtu do të siguroni një shëndet më të mirë dhe përfitime kundër plakjes për shkak të pranisë së vitaminave A, B dhe C. Ju gjithashtu mundet që të përmirësoni edhe shëndetin tuaj të fytyrës me një maskë fytyre kundër plakjes duke prerë feta të holla të pjeprit të freskët dhe t'i vendosni këto feta në fytyrë dhe në qafën tuaj. Më pas shtrihuni dhe relaksoni për 15 deri në 20 minuta. Shpëlajini me ujë të freskët. Ky veprim do të freskojë lëkurën tuaj dhe do të sigurojë shkëlqim rinor. Hidratuesi mirë. Pjepri ka veti shumë të mira hidratuese dhe energjike. Nga ana tjetër, ju mund të përgatisni edhe një maskë fytyrash hidratuese me kastravec, pjepër dhe mjalt. Rrit flokët. Pjepri është një burim i mirë i beta-karotenit që konvertohet në vitamin A brenda trupit. Kjo vitamin A është jetike për flokët e shëndetshëm dhe rritjen normale të flokëve. Ndaj me konsumimin e pjeprit ju do të keni një rritje tepër të shëndetshme të flokëve. Ashtu si pjesa tjetër e trupit, shëndeti i flokët varet edhe nga ushqyesi që ju japin folikulave të flokëve për rritjen e tyre. Konsumimi i frutave me vitamina dhe minerale mundet gjithashtu që të nxjisë edhe rritjen e flokëve dhe parandalimin e problemeve të flokëve. Gjithashtu, pjepri mundet që të jetë tepër i dobishëm për flokët tuaj, sidomos për rritjen dhe mbajtjen e tyre sa më të shëndetshme. Parandalon njëkohësisht rënien nga flokët. Megjithse në vitaminat B janë gjithashtu përgjegjëse për shkaktimin e humbjes së flokëve, pasi pjepri është i pasur gjithashtu me vitaminën B, si edhe acidi folik dhe substanca inositol, të cilat ndihmojnë në parandalimin e rënies së flokëve dhe nxisin rritjen e tyre. Vlerat ushqyese. Ky frut është gjithashtu i mbushur me lëndë ushqyese të shëndetshme që nga vitaminat dhe gjithashtu mineralet dhe antioksidantët. Kalori. Ky frut është shumë i varfër në kalori, rreth 100 gram frut i freskët përmban vetëm 34 kalori. Vitamina A. Pjepri është një frut shembullor për sasinë e lartë të vitaminës A. 100 gram pjepër i freskët përmban më shumë se 112 të sasisë ditore të rekomanduar. Me vitamin A, ky frut mban rekord për sasinë e madhe të kësaj vitamine. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!